Kemi edhe ne frigoriferin, pas kemi edhe ne frigoriferin. Nuk kemi magazina frigoriferike. Më thuaj një magazin frigoriferike që ti e ke në port. Më thuaj një. Në port jo, po kem... Jo, po në port, se ti atje po është doganon malli. Detyrimisht e shkarkon në port, pra, se mund të shkarkosh të pika tjetër, pra. Po më lejo të bëjmë një pjesë, sepse një parantezë. Po. E gjithë çështja mbi sigurinë ushqimore kalon në disa hallka. Nuk është një hallkë e vetme përgjegjëse, është një zinxhir i tërë. I gjithë zinxhiri ka të shtuar. Dhe ne kemi zinxhirin të shkërmoqur nga aja tek zhera. E ka thënë kryeministri këtë se kemi thënë. Dhe po e themi shkërmoqjen që të vetja jonë si konsumator. Jemi në ata që blejmë akoma shishe, që blejmë qumshin me bidona plastik. Po, ndodh. Njerëzit po t'u ashash qumshin këtë qumshin të bëjnë copa. Ndodh akoma kjo gjë. Po ç'a ndodh me atë qumshin? Ai qumshi nga ana cilësore mund të jetë më i mirë, cilësisht. Edhe me shtrenjtë. Ka bakteria sa duash. Por nga ana sigurisë është ajo që thash në fillim. Nga ana sigurisë ai qumësh është i rrezikshëm. Do të thoni ju që ne zgjejmë nga cila pikpamje? Nga ana mikrobiologjike. Nga mungesa e informacionit. Nga mënyra se si është miel. Sigur është miel, Ervin beson. Plastike që futet që kemi mikroplastikat. Në një ferm lopësh, që ishte ky sistemi i mieljes me makineri, ishte super pastërtia aty brenda. Edhe lopa ishte mësuar se si shkonte në procesin e mieljes. Larjes, komplet mieljes së qumshit. Ishte fantastike. Ishte më disiplinuar se njerëzit, beson për këto. Di mirë në atë punë. Po problemi është, tham, kemi që të konsumatori që ka problemin e vetë njërë, që nuk di që zjedh dhe nuk di që bën konsumatori. Se kjo që tham për shishën e qumshit, vlen edhe për mishin, se ti shkon taj kasapi që e shef me sy që është pis ambienti, ku a i po e pret, dhe prap shkon se e kam kasapin e lagje se ky sjell mish nga Dibra, se ky sjell nga Kuksi, se ky e ka sjell nga Labëria. Është edhe pasojë e mosbesimit të institucioneve, ama ta themi këtë. Lutem ju dëgjova zotrin, fal. Jo, ta themi detyruar, ka zgjedhje detyruara. Pra, kemi konsumatorin i cili nuk është i ndërgjegjshëm, kemi pastaj fermerin që furnizon këtë, i cili prap është i pandërgjegjshëm, sepse shpeshherë ne kemi fermer mbjetese, nuk kemi fermer të profilizuar apo të specializuar për të bërë fermerin. E kuptova. Pra fermeri jonë bën ka 2 ngastra me qep, 1 ngastër me domate, ka 5 dele, 20 pula, 1 lop. Ky është fermer i pa specializuar, ky është mbjetes, ky mbjeton atje në fshat dhe nuk mund të garantoj dhe standarde shpeshherë. Pra, ky është hallka 2. Kalojmë te hallka e 3, filtrat shtetëror që duhet të parandalojnë të gjithë elementet, se po i marrim gjithë zinxhirin. Kemi, po themi, veterinerët të shërbimit apo agronomët të shërbimit që duhet të shkojnë në nivel ferme dhe të kontrollojnë. A i ka ky fermeri gjërat në rregull për këtë produkt? Nuk i ka as fermeri, as distributori që i del loti me probleme dhe nuk ka as ku e çon tani që e sjell mungesa e AKU-s. Kush e mbylli syrin pra? Mungesa e AKU-s e sjell vërdall edhe këtë distributori, no? Kush e mbylli syrin pra, se po themi sa rrëmuj është ky lloj tregu? Kemi veterinerin e shërbimit dhe agronomin e shërbimit. Mbi veterinerin e shërbimit dhe agronomin e shërbimit, kemi ata që quhen zyrtar që kontrollojnë këta të parët. Pra, kemi njërin që i mbyll të 2 syt, kemi edhe këta të dytët që i mbyllin prap syt. Do thoni që i mbyllin gjithë syt. Jo, ndoshta nuk i mbyllin të 2 syt, po ndoshta me një sy shohim. Sepse ca gjëra dhe ekzistojnë, nuk është se ekzistojnë fare, se nuk mund ta nxjim komplet. Por po themi, po marrim anën negative për momentin. Vetëm se duhet ecim, se duhet shkojmë në mesazhe. Kemi pastaj pikat e grumbullimit thertoret, ku kemi prap një palë sy të tjera që duhet garantojnë këtë mishin që është terror sipas standardeve që është brenda normave higjienike etj. Kemi pastaj kalojmë te AKU-ja, deri këtu ishin te AKU-ja akoma. Kemi AKU-n i cili merret me pjesën e produktit, nuk merret me pjesën që po prodhoi. Po ku e ke AKU-n? AKU-n zëre se ke fare. AKU-ja është kjo hallka tjetër, pra se po marrim gjitha hallkat, në gjitha hallkave po nxjerrim një problem. Dhe AKU-ja ka problemet e veta, sepse AKU-ja do kontrollojë mjetet e transportit që zuret i ngoj, duhet kontrolloj magazinat, duhet kontrolloj dyqanet, mo po deri dhe restorantet duhet kontrollojnë, sepse ju mendoni ne kemi një konsum në restorante dhe po kontrollojnë letrat më shumë se sa letrat, pra po nuk kemi kontrolle reale të... Po dhe ligjet janë bërë për letra, nuk janë bërë për ty dhe për mua. Gjithë hallkat e zinxhirit, duke fillu nga vetja dhe duke përfundu të entet kontrolluese, si që KVMB dhe AKU, i kemi me probleme. Ta fillojmë nga vetja, të bëhemi më të ndërgjegjshëm vetë në atë që blem, të bëhemi kërkues ndaj institucioneve, sepse i mbajmë para, paguan ti taksa, paguajun taksa, paguajun... Po ja, kërko sa duash, e që do marrësh? Po nuk kërkojmë pra sepse ne jemi fajtor vetë, një fajtor, nuk ka më moral kërkoj. Kur këta njerëz e din shumë mirë
se nuk kanë besim, as ke kasapi, as ke shteti, as ke askush, pse nuk dalin protestojnë këta njerëz? Po pse... Ka gjë më të rëndësishme se Se mos të vetë organizohen. Ka gjë më të rëndësishme se Se mos të vetë organizohen të gremi. Të shpyte $1 milion. Që s'pe zgjidhët opozita. Ore, nuk dua si lekun, vetëm je përgjigjen. Më je përgjigjen të lutem Ervin. Pse nuk protestojnë këta njerëz, sepse, Ju e para, unë i dyti. Po ja dolem ne të dy. Po sa do na ndjekin nga mbrapa? Një, çënci ka një. 2, okej, po thuaj datën se vini. Atere, Bardhe Zia do ta bëjmë herës tjetër të sheshi. 2 herë. Po nuk e sheshi e bëjmë live. Ne po flasim tani për zinxhirin të shesh. Jo, kemi bërë 2 herë. Po flasim... Se nuk protestojnë njerëzit? Sepse e thash, ushqimi kryesor kemi politikën. Jemi dogmatizuar. Na kanë hakaruar trurin, a e kuptoni? Është shumë e thjeshtë kjo punë. Edhe nuk është për të qeshur, dhe nga fillon apo nga ushqimi. Nikola, nuk është për qeshur, për qarje. Edhe kur fëmijët të ngrën, fëmijët që u zbulua. Po, me sa më ne. Fëmijët të ngrën akullore me... U elmuan Po, gjithë. unë kam dalë habru, kam thënë, mos elmoni fëmijën me akullore, s'duhet të ekzistoj si produkt. Ne tani po merrem u ruajt mirë, u ashtu kështu. Në thelb është helm. Kemi ngrënë akullore ne edhe kur ishim më të vegjël tani pse? Po pse mirë kemi bërë? Të gjithë ingredientët që janë në akullore janë të gjithë helm. I marrim me radhë të gjithë janë helm për organizmin. Në radhë parë sheqeri, konservantët, gjurusët, se nuk ka asgjë natyrore. Ka shijen e bananes, po nuk është banane. Ka ngjyrën e kuqe të lënshtrydhes, po s'është lënshtrydhe. Ka sheqer, ka fruktoz që të merë peng truri. Po akullore s'do ham, qa do ham? Po pse duhet ham akullore njëherë? Po qa do ham pra? Po shko në pyllë atje të gjesh një lënshtrydhe të mam, Po qa do ham tani të lutem? Po pse duhet hash të rësherën të lutem, që na i ka futur bashkia në Tiran, atë menu skandaloze për kopshet dhe për qerdhet. Po të shëra ka vlera mire. Vlera për ke, edhe di ku përdore të rësherë. Profesor, na thuaj pak qa do ham. Po një muaj para se t'i thernin, që dhjamosin, që zotë thot një kafshë smur. Të njëjtin gjë, se në definicionet shkencore që në ka futur kafshët. Se ka nga ta që s'janë dakord të kafshët, e më mirë pasi, ose bim, ose minerali, se s'ka tjetër. Profesor, qa duhet ham? Kam shkruar jo 1 për 2 artikuj, si duhen ushqyer fëmijët, lidhje me dietën që tha. Jo me dietën, nocioni dietë keni shpikur më fal juve, jo ju personalisht sistemi. Dietë, jam bishta për të nxjerrë, se gjas me interesohet. Çdo me thënë dietë. Të lutem, ta them unë, Bëhet një makinë, dihet çfarë karburant do përdoret. T'ju them, Shumë e thjeshtë. do me thëmë dietë, është në Shqip, hiqien është dita, është ushqimi i përditshëm. Ushqimi i përditshëm. Sa bukur. Ja, shumë bukur. Pra ushqimi i përditshëm, po atëre si u shpi ka 10 dietë. Dhe ka plot sëmundje që shërohen edhe nëpërmjet ushqimit. Po, patjetër. Atëherë, çfarë duhet ham? Po. Duhet ham ato që janë të stinës, në mesin e stinës, jo në fillim fare. jo në fillim dhe në fund, në asnjë mënyrë jashtë stine. Çfarë ham? Po mishi s'ka stinë një herë. Po. Ndërkohë, ka dhe produkte... Mishi s'ka stinë. Veza s'ka stinë. Atëherë... Veza ka salmonel, nuk ka stinë. Salmonelën pastaj ka të bëjë edhe me ruajtje, që është tjetër rreth. Gjatë gjithë vitit... Po produktet e pimentit mund të konsumohen dëndurazi?